Analogji, ama kisha pasi vetë 2 minuta të ndëgjosh. Nëse marrim shembull tash lëvizjen, cilës i përkitni. Lëvizja deçonte dhe një lëvizje tjetër që është lëvizja përikthim që realisht për publikun nuk janë të informuar mirë, janë dy lëvizje. Njëra është lëvizja e Deçanit, që ka filluar celula atje, që unë them që nuk është as lëvizje katolike, as lëvizje shqiptare, sepse esenca që këta vetë deklarojnë në fillim kanë dalë që ta bëjnë një fe shqiptare, po kanë thonë që duhet mi posë në 100 miliard pare, e kjo kone pa mundur, kështu që nuk po del që e dojnë... është në emisionin e Kosova Today, Enver Çoçaj dhe Arber Gashi janë duhet prezent. Kush i ka thonë ata fjallë? Ata të regojnë live. Unë për bazës time... Po të se lirit ju i një njësë, feja shqiptaria ta në u botë katolik. Po, vetëm ta përfundoj, vetëm ta përfundoj. Në asë nuk është e vërtet që... Ata e thojnë publikisht, ta të regoj linkun, aty është... Po pikë spari, Arber Gashi nuk është i lëvizës të qanit iqë. Mirë, njëra është për lëvizja për ekthim. Apo i shef, do me thoni keni përzi kobla. Jo, se nuk kemi kona me hup me Arber Gashin as me Enver Çoçaj. Po kështu është e ndërume. Kështu është vetëm ta bëj një analogji. Ne vetëm dëgjoj, vetëm ta 2 minuta, veç 2 minuta. Çështja e kësaj lëvizje, nëse marrim soza pak më të gjëra, unë kam thonë shumë më mirë është ta le të konvertohen. Le të jenë besnik ndaj kishave, edhe pse kanë vretje shumë të mëdha ndaj kishës katolike, për shkak se ata ja kanë liu këtë lëvizje më zhvillu brenda objekteve të kultit, do më thonë ju një lëvizje, nëse zhvilloni brenda saj, vetëm ta përfundoj. Atër, a nuk do të kishte qenë më mirë? Veç jo, me 20/10/2023, mos është zhvillu në kultin e kishës, kret, a i mbledhim i burave që kanë qenë. Veprimtaria juve po zhvilluat në për kisha. Postimet në për kisha. Unë e kum kërku që ta bëj një kish. Apo shkon xhamiti. Vetëm pak. Apo shkon xhamiti. Normal, po. Apo folesh. Po veç nuk është lëvizje kjo. Ka dalë. Kjo nuk është lëvizje. Jo, vetëm se nuk më me përfundue. Në rregull, vetëm ta përfundoj. Në kisha. Shkojnë me bë meshën. Po. Ose shkojnë njerëzit. A shkoni u rrëfy në herë? Unë roll shkoku që vetëm Sadre se s'kam nevojë më rrufi për kur gjë. Po, vetëm pak. Kjo lëvizja për rikthim, sikur bjen që kanë qenë të humbur, diku, do më thonë të tretur, dhe tash po rikthehen. Që 100 vite, prej kur është shpall pavarësia e Shqipërisë, dhe ka mbetë Kosova jashtë kufijve, dhe kjo nuk është rezultati i fajit të muslimanëve, sepse e morë historikisht, shqiptar, katolik e musliman, kanë qenë bashkë në lidhjen e Prizrenit, kanë qenë bashkë lidhjen e dytë Prizrenit, kanë qenë bashkë në luftën e parë botërore, kanë qenë bashkë në luftën e dytë botërore, rilindas kanë qenë të bashkuar. Askush nuk ka ardhur me një ide të tillë, për ata them, nuk është as katolike, as shqiptare, është vetëm përçarse që po delën në arenën ndërkombëtare, se sikur ta janë të rrezikuar, duhet domosdoshmë u kthy katolicizmit për me qenë ma shqiptar e janë e katolicizmit. Dhe fundit e nderuame. Unë thash, po të respektoj sepse keni moshën e nënësime. Por, duhet të gjykojmë drejt. Ne kemi dikun 10.000 kilometra në Serbinë jugore. Pse nuk bëhet një lëvizje për mi rikthy fshatrat dhe mi rikthy shqiptarët që janë bosnjakizu në Novi Pazar, sepse në Kosovë nuk kemi të arrezikuar nga askush. Krishterët, katolike që janë vëllezërit tanë në Gjak dhe në Flamur, nuk janë të rrezikuar nga ne. Nuk janë, ju do të bëjë lëvizja për rikthim në shqiptarizëm me shku në Serbi atje, 988 fshatra që janë asimiluar ata shqiptar që tregon sa bituka, pastaj i kemi 9770 kilometra katror. Pse e bëm në lëvizjen për na? A mu ju po e bënin në Kosovë, edhe po i tregoni amerikanëve, evropianëve që ne apo she që gabim e ke marrë. Mo, kështu është plasuar nëpër media. Ja, lëvizjet tona pa marrë parasysh është e Deçanit. Jo, ka dallim se kam një pyetje, pse u ndo për një Deçan pastaj u bë për rikthim? Pse shumë parti në për Kosovë. Pse nuk është veç një parti e Rubovës. Ama atër për dëshmoni që është parti, është lëvizje politike. Jo. E këta po dolin që na jena kundër islamit politik, dhe kemi bu një lëvizje, kështu që nderuame duhet ta pranoni publikisht. Kjo nuk është as lëvizje katolike, as shqiptare, nuk i shërben shqiptarëve, mas pakti i shërben shqiptarëve. Pas daljes në skien TUÇK-s. Që kjo? Lëvizja e Deçanit? Kjo është lëvizja më e fuqishme kombëtare
në tënë rruzullin toksor ka shqiptarë. Pse? Kjo është mendimi juaj se... Pse për shpëtim kombëtar? Për shka? Pse po shifet për çka? Ama Se ti ju keni thonë që je edhe kundra disa deklarata të xhallore, për shembull, për çka? Për çfarë deklarata të xhallore? Shumë deklarata ka që une çdo gjë ata çka e bëjnë, e veprojnë janë kundër kombit shqiptar. Për shembull, çdo se gjithçka. e keni përmend shumë herë për flamur, po kush mazlumi ka kërku folje. Flamur, mëre afiret kjo tokë jo në Dardani. Po. E çka kanë bëjnë xhamiat me Dardanin? Po çfarë i pengojnë xhamiat për shkak, dhe sot si kanë pengu as. Po arapa je shqiptar. Unë jam shqiptar. Pse mirë? Po tona xhamiat ligjërohen gjuhën shqipe. Ato tokë A ka Palestinë. mundësi më ta bëni pyetje? Po,